Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për ndeshjen e shumë pritur Shqipëri-Serbi, e cila do të zhvillohet ditën e shtunë, pra na ndajnë edhe pak orë nga ndeshja që do të luhet në Air Albania. Do ta analizojmë këtë ndeshje me Elvin Beqirin, një nga legjendat e ekipit kombëtar të futbollit, i cili ndodhet aktualisht në Toronto në Kanada. Elvin, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje Dilber. Në si është emja? Faleminderit. Elvin, do ta nisim nga mbrojtja. E përballojmë dot këtë Serbi? Mendoj që ne kemi lojtarë të aftë në repartin e mbrojtjes dhe duke ditur që ekipi jon kombëtar ka zhvilluar ndeshje të mira në aspektin mbrojtës dhe kemi individ të cilët luajnë në ekipe të mira në Europë dhe kanë një farë eksperiencë për të përballuar këtë ndeshje, kështu që mendoj që edhe nesër do jenë në maksimumin e tyre për të ndalë sulmin e rrezikshëm të Serbisë, që jon kot ka lojtarë të cilësor, të mirë, domethënë që dinë të godasin në momentet veçanta dhe shpresoj që t'ja dalim me sukses për t'i ndalur këto individ cilësor që ekipi serb ka në ekipin e tij. Për te dëshirës, janë më lart ata apo ne? Nuk e them domethënë për faktin që duhet t'i japim moral ekipit, por realisht ne kemi bërë një farë progresi vitet e fundit dhe jo më kot kemi marrë pjesë në kampionatin evropian 2 herë. Kështu që aty janë ekipe të cilët do rivalizojnë deri në fund për vendin e dytë dhe patjetër që e shoh një ndeshje të barabartë në këtë aspekt. Por e thash që kjo është një ndeshje të cilët janë të trija rezultatet. Pra janë ekipe të barabarta aty, kështu që nuk mundena me thënë kush është favorit apo kush është pak më i dobët nga të dy ekipet. Kështu që mendoj që do jetë një ndeshje e hapur, të cilën shpresojmë ta fitojmë ne. Silvio, mendoni që do të tërhiqet nga 4-3-3-shja apo prap me 3 sulmues do jemi? Jo, mendoj që Silvinia ka treguar që nuk eksperimenton me skemat e tjera, ajo është strikt i kësaj skeme 4-3-3 dhe mendoj që do të luajnë përsëri me këtë skemë. Broja, në gjykimin tuaj gjen vend nesër në këtë formacion? Unë mendoj se po. Broja tashmë duhet jemi të kënaqur që nuk ka kaluar ato problemet e dëmtimit që ka patur, pavarësisht se ndoshta nuk ka pas një sezon të rregullt, ai është mirë nga ana paktën e dëmtimeve, nuk është i dëmtuar, duhet ta shohim, shpresoj që të jenë në formën më të mirë të tij. Patjetër që duhet të jetë në formacionin e nesër, në ndeshjes nesërme, sepse dihet vlerat e tij, dihet cilësia e tij dhe aq më tepër domethënë cilësia e tij që ka shpejtësia pra dhe pjesa teknike në situatat 1-1 duhet të jetë patjetër ky lojtar për të na dhënë një farë besimit për të shënuar dhe për të krijuar atë superioritetin ose atë presionin në fazën sulmuese. Kundra me mbrojtjes serbe të cilët mendoj që ka lojtarë po ashtu cilësor. Historiku i kësaj ndeshje, fakti që tani luhet në Tiranë, na dëmton apo na motivon më shumë? Se presioni është i madh. Nuk mendoj që mund na dëmtojnë. Presion në futboll gjithmonë ke presion. Sikur luan jashtë, sikur luan brenda, ne kemi treguar që dim të marrim edhe rezultatin kur jemi në presion të madh. Duhet ta shfrytëzojmë në maksimum mbështetjen e tifozëve tonë në stadiumin tonë.
Dhe kam besimin e plot që lojtarët do dinte menaxhojnë ato emocionet dhe do dinë të japin maksimumin si grup për të arritur rezultatin. Normalisht dashje pa dashje kjo ndeshje për shumë arsye, domethënë ka marrë një formë tjetër, domethënë të jashtë sportit, duke ditur që jemi komshi me serbët, ne gjithmonë kur kemi luajtur me serbët, me grekt apo edhe me vendet fqinje, gjithmonë kemi pas ose kemi qenë shumë të motivuar në këtë aspekt. Por shpesh herë ja kemi dalë, por shpesh herë na kanë rrëmbyllë emocionet e mëdha, që në fundit nuk është arritur rezultati që shumë gjithë shqiptarët e dëshirojnë, por shpresojmë që ato emocione t'i lënë me njanë dhe t'i japin atë maksimumin e tyre për të marrë këtë fitore, sepse ne kemi një farë objektivit në këto eliminatore për vendin e dytë, kështu që është momenti më i mirë për të marrë një fitore dhe për ta lënë ekipin serb poshtë nesh, sepse ne kemi edhe një ndeshje tjetër me Serbi, mos harrojmë, kështu që është momenti më i mirë për të marrë atë maksimumin në këtë ndeshje. Po flisim për maksimumin, ju keni në mendje edhe një rezultat? Do, sigurisht ne kemi dëshirë fitoren. Ne kemi dëshirë fitoren sepse e thash, në Serbi do kemi shumë atë vështirë. Jo se është e pamujtur një rezultat pozitiv, por do jetë shkalla e vështirësisë më e lartë. Kështu që mendoj që në Tiranë duhet japim atë më shumë se maksimumin për të arritur fitoren dhe për të arritur atë për që t'jemi gjithmonë aty domethënë me pretendimet dhe mos të na bim ai besimi që kemi arrit deri tani si kombëtare dhe mos na bin ajo pjesa e vështirë që çdo ekip apo çdo futbollist e ka në momentin e humbjes, pra bjen moralisht, pra ne duhet të mundohemi të paktën ta marrim moralin sa më lart për të ndeshjet edhe që do kemi në vazhdimsi, sepse mendoj që mas Serbisë ne kemi përsëri një ndeshje të vështirë, nuk është e lehtë kundër Letonisë, që do luhet pas 3 ditësh. Kështu që prandaj vazhdimësia e ekipit dhe morali i mirë që ekipi duhet marrë është shumë e rëndësishme për ecërinë e këtyre ndeshjeve. Elvin, dhe diçka të fundit kam, kombëtarja juaj, ekipi, grupi juaj, mendoni që atëherë kishte më shumë seder, e ndjente fanellën më shumë se tani, pa dashur nuk asgjë të tanishmit, por e kam fjalën që tani fakti që ka një pjesë ka lindur jashtë, nuk e di edhe rivaliteti në këtë rast përballë Serbisë, ndoshta nuk është e ndjen e përjetojnë ai shumë saç grupi juaj atëherë kur kishte ndeshje të tilla. Por edhe fryma e trajnerit, sepse është një trajner brazilian, motivimi nuk është një lloj sikur të ishte një shqiptar. Pra duke parë në kompleks. Atëherë ne kishim po ashtu një trajner të huaj, ishte trajneri Brigel, dhe po ashtu kishim një pjesë të lojtarëve që luanin jashtë, pavarësisht ndoshta pjesa më e madhe kishte lindur në Shqipëri, nuk kemi pas lojtarë siç ka sot për shembull, që një pjesë e mirë nuk kanë lindur në Shqipëri, por mendoj lojtarët e sotme po ashtu e ndjen fanelin, e ndjen rëndësinë e të luajturit në kombëtare. Dhe sigurisht unë mund të krahasoj ndeshjen e nesërme pak a shumë dhe kam një ndjenjë pozitive, një parandjenjë pozitive që mund të përsëritet ai suksesi që ne bëmë me kundër Greqisë, që vite si kampion e Europës dhe ishte një sukses i pakrahasueshëm, domethënë një lumturi shumë e madhe, jo vetëm për ne lojtarë dhe stafin,
për gjithë shqiptarët ajo fitoria kundër Greqisë dhe një parandje të tillë kam edhe për këtë ndeshje. Shpresojmë që ta realizojmë këtë këtë parandje që kam, për të fituar këtë ndeshje, sepse mendoj që do festohet jashtëzakonisht shumë kjo fitore nëse arrihet. Kjo është mbyllja më e mirë me këtë parandje, duke uruar të gjithë që kjo të ndodhë. Unë falenderoj shumë Elvin. Faleminderit ju, Dilber.